94 deputetët e pranishëm në sallën e Kuvendit as të shtunën nuk bën lëvizje drejt përmbylljes me sukses të konstituimit të legjislaturës së re. Qëndrimet e tyre të pandryshuara prej më shumë se 2 muaj shequan në dështim edhe tentimin e 35 për funksionalizimin e Kuvendit. Në këtë vazhdim të seancës konstituive, u nxor në votim për të 26-ën herë radhazi Komisioni për votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Propozime për antar të tij nuk paraqiten partitë që në mandatin e kaluar kanë qenë në opozitë dhe as lista serbe, e për pasojë as nuk votuan për të. Për kanë votuar 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca. Pas dështimit të radhës, blokada parlamentare nxiti në oborrin e Kuvendit polemik mes 2 deputetëve. Tërës në ashtë, kur vini, duhet me votuar, për ndryshëm gjithë se vini. Keq është. Ramen, si një tofë 48 deputet. Ju? Ja, pse ja? Ana pa të votu populli nga për juve, ata e kanë ditë adresën. Me i nati, kur të bjellë nësë. Ska i nati, mësën e demokracinë, jo autokraci. E në deklarimet pas seancës, përfaqësues të opozitës së mëhershme e akuzuan lëvizjen vetëvendosje për abuzim me të drejtën e saj për nominimin e kandidatit për kryeparlamentar. Po shifet qartë një abuzim e një të drejtë që ka dhënë gjykata kushtetuese dhe ajo e drejtë është që u ka dhënë partisë së parë që të nominoj kandidatin për kryeparlamentare. Ne e kemi konceptuar, e kemi pranuar këtë drejtë, po nuk mundem me pranu abuzimin që po e bën lëvizja vetëvendosje në vazhdimsi që për 35 herë me radhë të mos konstituohet Kuvendi i Kosovës. Edhe një herë u demonstrua publikisht që për lëvizjen vetëvendosje për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presim nga lëvizja vetëvendosje që të reflektojë. Në vetëvendosje thanë se hisedar në konstituimin e Kuvendit janë të gjithë deputetët dhe se për blokadën përgjegjësinë duhet ta mbajë tabori i kundërt që nuk bëhet pjesë e vendimarrjes. Asnjë prej tyre nuk dimi u kallëzu pse kanë orë sot, nëse s'votojnë. Pse janë çu mëngjes, janë veshë, janë ndreqë dhe vinë ulën në ulëse të Kuvendit të Republikës edhe nuk votojnë. As për, as kundër, as nuk abstenojnë. Cili është funksioni një deputeti që quhet mëngjes vjen dhe shkon te shtëpia pa e lënë shej kërkon hiç. E një alternativë për daljen nga ngërçi e ofroi deputetin nga radhët e komuniteteve Jo Shumicë Veton Berisha, që deri më tani votoi kundër kandidatës së vetëvendosjes për kryeparlamentare. Le t'i banë 60-61 jamon, sepse nuk mund të flas për të tjerë, sepse për momente të tjerë flas për veten time, ai mandatar që i bën 60-61, vetëm e dal nga kjo situatë. Vazhdimi i radhës i seancës konstituive do të mbahet të hënën me fillim nga ora 11.